Mi mbroma Zhelin, mi mbroma Zhelinas, mirë se e gjem njëri tjetrin këtu, mes jush në këtë masivitet kaq të madh këtu. Shfrytëzoj rastin për shëndes miqtë e mi të Vlenit, Zekën, Bilalin, Arbenin dhe natyrisht zotin e shtëpisë Blerimin këtu, që na bëri bashk për të shijuar këtë sukses të Blerimit këtu. Gjithashtu dua të përshëndes me këtë rast edhe Rui Demirin, mbarësin e listës dhe gjithë listën e Vlenit për Zhelin, mikun tim Adnanin, ministrat Azirin dhe Besarin këtu, deputetet e mi të nderuar, pra gjithë pranishmit që janë këtu. Unë do përpiqem të jem i shkurtër, që do të them 2-3 fjalë, sepse kur vinim këtu e pam bulevardin, si që thanë edhe Adnani edhe të tjerë, edhe nuk duhej fjalë për të shpjeguar edhe për sqaruar suksesin e Blerimit dhe Vlenit në komunën e Zhelinës dhe në përgjithësi. Demokracia pikës pari është llogaridhënie dhe është përgjegjësi. Dhe prandaj çdo 4 vit të politikanët vihen para popullit për dhënë llogari edhe për dhënë përgjegjësi, si politike, si morale, si ekonomike. Dëmin më të madh që ka bërë BDI-ja këta 23 vjet është sepse ka ardhur gjithmonë në pushtet, ka fituar zgjedhjet pa tregu asnjë rezultat pozitiv. Pra ka krijuar një standard të keq të mos llogaridhënies, mos përgjegjësisë dhe pandëshkueshmërisë. Dhe kjo tani i ka vënë në pozitë keqe. Pse? Sepse Vleni u anëzori në pah, pra e nxori në shesh këtë lloj dështimi, këtë lloj mashtrimi të BDI-s për 23 vjet. Pra erdhi Vleni këtu edhe për 1 vjet shikoni gjithë arritje i ka bërë. Me standardet e BDI-s, pra 20 vjet fitojsh disa palë zgjedhje, pa bërë asnjë kilometër rrugë, asnjë spital, asnjë teatr, asnjë terren sportiv, asnjë qerdhe, ti fitosh gjithë to zgjedhje për 20 vjet, Vleni sipas këtyre standardeve për arritjet që ka bërë, vetëm për bulevardin Zhelin dhe për 15 më shumë projekte për këto mandat, duhet të jetë në qeverisje në pushtet 200 vjet. Pra këto lloj gjëra duhet i kemi parasysh. Vlenin e ka bërë bashk e mira për të bërë ndryshimin, për të bërë kthesën. Dërsa, siç thot një filozof që thot, e keqja i bën njerëzit bashk më kollaj. E çfarë është e keqja në thelb? E keqja është egoizmi. Pra kur dikush ka pushtetin për të pasuruar vetveten dhe familjen. Këta pra çfarë kanë bërë? Janë 20 vjet këtu edhe janë bërë bashk për të ripasuruar, për të pas mundësinë të ripasurohen edhe më shumë derisa ju lejohet. U përmend këtu nga Orhani që ikën nga Vleni. Nuk ikën sepse atje pan shqiptarin. Çfarë shqiptarie pa ashëja Arben Taravali te BDI-ja, pash zotit? A është Soravia? A është Musa Xhaferi? A është Blerim Bexheti? A është Artan Grubi shqiptari? A është Non Grata shqiptari? Çfarë shqiptarie pa ai te këta? Ai pa te BDI-ja mundësinë për të pasuruar idenë e egoizmit për të vazhduar, se siç thoshin edhe ata vetë. Kur ishim me BDI-n kishim mundësi më shumë për të fituar. Pra e kanë thënë me gojën e tyre. Pra është e vetmja arsye që shkuan ata atje. Pra është shumë e rëndësishme që të vazhdoj Vleni në pushtet për të realizuar edhe më shumë projekte, edhe të kryej arritje më të mëdha, siç ka bërë për këto 1 vjet e gjysmë sa është në pushtet. Mos harrojmë, vetëm me bulevardin, vetëm me ato që unë shkruajt sot në qeveri për 20 milion euro për kampusin universitar, vetëm me 25 milion euro për parkimin që po ndodh në Çajir, vetëm me ndërtimin e korridorit 8, vetëm me miratimin e ligjit për legalizimin e medreses. Pra vetëm për disa projekte vërtet Vleni sipas standardeve të BDI-s që ka fituar zgjedhjet 20 vjet, ne duhet të jemi 200 vjet. Unë ju uroj sukses me Blerimin, me Rui Demirin, me listën që është pas zoti Demiri, për një fitore të jashtëzakonshme, sepse nuk do fitohet
vetëm Blerimi dhe Ruiu po dhe fitoni ju të dashur Zhelinës dhe gjithë Zhelina në tërësi. Ju falimderit shumë. Na priften vara.